Profesori nderuar, në statusin e tij përshkruan një vend krejt tjetër. Një vend në cilin pavarësisht nga vështirat tokat nuk ishin përmbytura. Një vend në cilin kudo dukeshin mjetet makineritë e prodhimit e punimit bujqësor. Një vend në cilin nafta ishte me një çmim krejt tjetër nga Shqipëria. Në cilin kanalet funksiononin. Pra, Kosova një shtet histori as 2 dekadash. Shqipëria shkon në 113 vjetorin e saj e rënuar nga narkoshteti. E rënuar në mënyrë katastrofale. Të gjitha këto janë shprehje një rënimi. Së dyti, çështja Rama Balluku është unike në Europë. Unë u them shqiptarëve se prokuroria dhe gjykata kanë përdorur masat më lehtësuese që mund të përdornin ndaj Lubi Ballukut dhe Edi Ramës. Së pari, është faktuar tani në mënyrë të pamohueshme se çdo akt, çdo veprim i Lubi Ballukut për tunelin e Llogaras është i diktuar nga Edi Rama. Dhe prokuroria jo vetëm që s'ka ngritur akuzë, por po e lejon atë të bëjë gjithçka për të penguar hetimin, për të prish provat, për të mbrojtur Belinda Ballukun në fakt veten e tij. Së dyti, prokuroria ka qenë lehtësuese, sepse cili do që lexon